2025 ishte një vit i jashtëzakonshëm për doganën shqiptare. Një vit ku puna, përkushtimi dhe profesionalizmi i çdo punojësi doganor sollën rezultate konkrete. Hapa të rëndësishëm drejt modernizimit dhe rrugtimit evropian të Shqipërisë. Këtë vit u hapën negociatat për kapitullin 29, Bashkimin Doganor, duke konfirmuar parafrimin e Shqipërisë me aki komuniter të BE-s dhe duke vendosur administratën doganore në një nga fazat më vendimtare të procesit të integrimit të BE-s. Komuniteti Evropian vlerësoi punën tonë, standardet, kapacitetet dhe përkushtimin për një sistem doganor efikas, transparent dhe të bazuar në teknologji moderne. Në Tiranë u zhvillua konferenca nivelit lartë mes doganave të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE-s. Një ngjarje që forcoi partneritetin rajonal dhe bashkëpunimin ndërkufitar. Diskutuan për tregtinë, integrimin, digitalizimin dhe standardet e reja që do të udhëheqin doganat e së të ardhmes. Në vjesht, administrata doganore dorëzoi dokumentin e plotë Closing Benchmark për kapitullin 29, një punë e koordinuar e detajuar dhe historike që përfshin kalendarin legislativ, strategjinë, planet shumëvjeçare të IT-s dhe raportet e integritetit. Ky është një hap i madh drejt mbylljes së negociatave të kapitullit të Unionit Doganor deri në prill 2027 dhe antarësimin në BE brenda vitit 2030. Një tjetër arritje e madhe ishte miratimi i strategjisë 2025-2030 për modernizimin dhe harmonizimin e sistemeve të informacionit doganor me BE. Në arenën rajonale, dogana shqiptare mbajti me sukses drejtimin nën Komitetit të CEFTA-s për doganat dhe rregullat e origjinës, duke promovuar lehtësimin e tregtisë, standardet e operatorëve ekonomik të autorizuar, rregullat e origjinës dhe modernizimin e procedurave të të gjithë rajonit. Gjatë vitit 2025 u forcua ndjeshëm dhe dialogu me komunitetin e biznesit. Forumet e përbashkëta me dhomën amerikane AmCham Albania dhe dhomën e tregtisë Tiranës sollën rekomandime konkrete për lehtësimin e procedurave, rritjen e transparencës dhe përmirësimin e shërbimeve doganore. 2025 solli edhe një tjetër rekord historik për të ardhurat doganore. Në një ditë të vetme, dogana shqiptare arktoi rreth 12 milion euro, një arritje që flet për reformimin dhe forcimin administratës tonë në çdo hallk. Edhe drejt vitit 2026 shkojmë me një ambicie të madhe. Një vit ku projektet e modernizimit do të hyjnë në një fazë të re, kur investimet në teknologji të avancuar do të rrisin sigurinë dhe efikasitetin dhe ku bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtar do të mbështesë për mbylljen e kapitullit 29. Një vit ku synojmë procedura më të shpejta dhe të thjeshta për biznesin, standarde më të forta integriteti dhe një dogan më të hapur, më transparente dhe më të besueshme. Falenderojmë gjithë ekipin e doganës shqiptare në qendër, në dogana dhe në terren për bashkëpunimin, përkushtimin dhe profesionalizmin gjatë gjithë vitit 2025. Së bashku kemi bërë hapa të mëdha. Së bashku po ndërtojmë standardet e doganës europiane. Gëzuar 2026. Ju uroj nga zemra një vit të mbar ju dhe familjeve tuaja. Gëzuar!